Interi ka bërë një spastrim të vogël gjatë kësaj vere duke larguar lojtarë të cilët nuk shiheshin si thelbësor në planet e klubit në ndërtimin e Kivu dhe mendohej se nuk ishin në lartësinë e duhur për Zikaltrit. Në klubin milanez, lëvizje të tilla me largimin e emrave si Aslani, Zalewski, Pavard dhe Taremi u argumentua se klubi do të bënte një hap para duke afruar zëvendësues të një cilësie më të lartë. Po ndërsa Interi e ka nisur si mos më keq këtë edicion në Serie A, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për lojtarët e larguar. Gazeta dello Sport ka bërë një speciale pikërisht me këta 7 futbollistë të larguar në verë, të cilët në klubet e reja të tyre kishin një start shumë të mirë të edicionit. Pavard shënoi gol në debutimin me Olympique Marseille. Zalewski shënoi gol dhe dha asist me Atalantën. Taremi shënoi 2 gola me Olympiakosin në 20 minutat e para në fushë. Arnautovic ka shënuar gol dhe ka dhënë 3 asist te Crvena Zvezda. Buchanan shënoi 3 golësh në një ndeshje të La Ligës ndaj Gironës, ndërsa Stankovic shënoi edhe në Ligën e Kampionëve me fanellën e Bryzhit. Pastaj është Aslani i vetmi që nuk ka shënuar në klub, e ka bërë në kombëtare, por që ka lënë shenjë me lojën e tij te Torino në ndeshjen e fundit me Romën. Nuk e sheh shumë, por e ndjen shumë praninë e tij. Është truri gjithmonë i ndezur i Toros, i pazëvendësueshëm. 7.5 është vlerësimi që Gazeta Italiane i ka vënë për ndeshjen ndaj Romës. Pas një periudhe të shpejtë përshtatjeje me futbollin e baronit, shqiptari ka bërë menjëherë të tij në Torinon, po te Interi kur ishte ndonjëherë kaq i pazëvendësueshëm, ironizon Gazeta Italiane me klubin Zikaltër.